se erdhët në vlogmas numër 5. Okej, jam këtu në tualetin tim dhe po shikoja sa po kam mbaruar vlog me Elin. Shumë e bukur, më pëlqevi. Dhe tani të shikoj vlogun e Dora. Dora është një dashuri dhe tani unë do vazhdoj të shikoj vlogun e Dorës dhe do rregullohet vlogu do të shtrih pak sepse mendoj të bëj pak live sot në darkët me goca duke qenë se kam marrë 1000 mesazhe. 1000 mesazhe, Alketa, bëj live, na mungon Alketa, do duam live, Alketa. Okej, tek vlogmas që kam publikuar sot numër 4, e di që të gjithë do më pyesni si është Arli, si e ka lovi Arli, si është Arli deri tani që është ora 5 minuta, është okej, shqyr Zotit, faleminderit Zotit, nuk ka temperaturë, nuk ka dhimbje, çdo gjë po shkon për mrekulli, faleminderit Zotit. Por do ta shikojmë deri nesër sepse mund të japin temperaturë o sot o nesër. Që kështu unë po shikoj vlogun e Dorës, që ka një familje të mrekullueshme dhe që e dua fort shumë. Nëse ti Dora të shikosh të vlogun tim, vlogmas numër 5, të përshëndet shumë dhe faleminderit që edhe pse bëj vlogmas, që është shumë e lodhshme dhe ti e di, unë kënaqem shumë duke shikuar vlogmas e gocave. Sa po shkruajta edhe me Silvian, që më dërgoi një mesazh për të më përshëndetur dhe kjo gjë më bën të ndihem kaq shumë mirë sa ju nuk e keni idenë. Silvia, love you. Dhe vazhdojmë të shikojmë videon që ka hetur Dora. Unë ndërkohë bëj flokët. Dhe normalisht, duke u bërë unë në sistemuar flokët tonë, ju shtu, Amarillisi. Amarillisi të kim të këndojnë dhe më tha mami, a do mi bërë flokët e drejta. Ashtë të tjetër, dhe janë rritur shumë njërës. Të mami? Shkojnë sa gjëra të shirë Mashallah. E tani do t'ja bëjmë të drejta, se ka shumë pa i bërë, duke qënë se baba Marildo i bën shumë video ku goca këndon atje. Ka shumë kohë, Amarillisi që këtë behar që s'kam përdorë fare pjastër, vero? Ta l'estate che non me lo va. Ndonjëherë është mirë që t'ja shtrini, me këtë rast kuptoni nëse është për t'i prerë qik maja nëse jo. Dhe janë rritur vërtet. Ne do vazhdojmë që t'i shtrim dhe pastaj do t'ja u tregojmë. Mbaruam. Amarillisi është kështu. Pero je shumë lartë kështu. Okej. Kështu. Shikoni sa bukur? Shikoni çik sa bukur që i ka. Ka mashallah gjata. Shikoni? Dhe të shëndetshme. Me shampun e mamas. E olio. Sa të shëndetshme ka deri tek majat. Shikoni? Ja kam për drejta, sot do ikim të këndojnë, do na bëjnë një video të bukur dhe mos i vërë gjitha mbas veshit, dua që të rinë kështu këtu përpara, baluke, kështu. Edhe mund t'i bësh kështu. Prit ngejt mami që kështu. Ja goca ime bukur, si të lumbace. Kështu është, kesh vajzë do vinë, do të bëhet si ty. Tani po bëhet gati se do ikin me Amarildon të këndojnë. Amarildon të këndojnë? Do ikin me Amarildon të këndojnë. Okej, se po vinë ditë. Hi guys! Dalën e qik baba Amarildon në për vlog. Në për vlog s'ma se s'ka dalë fare. Që bërë këtu? Kështu. Dalë të ngërë qik telefonin kështu. Hi guys! Baba Amarildon është bakapshëm, se do thoni juve. Një ditë ikon në sport, ditën tjetër ka stërvitje, ditën tjetër çon Amarillisi të këndojnë, ditën tjetër është i lodhur të flerë gjumë. Kapito? Dhe neve do të marrim apuntament që të takojmë me baba Amarildon. Kur je i lirë ti baba? Papa, tani njëmë. Me djela kësme. Ja, të tapin tani. E ti më vej. Edhe kështu. Po me në fshapi që bërë? Ky është vlogmas numër gjeci 3. 5. Vlogmas numër 5, por data është 4 sot, nesër 5.
Nesër 5. Sot publikova në vlog mas numër 4 që i bërën vaksinën Arli. Arli u tregua 3. 3.000 babi. Apo jo? Që? Edhe ju ftojmë që të ndiqni gjithë vlog mas tonë, sepse unë po lodhem shumë. Po xhiroj, po editoj, po publikoj ditë për ditë. Qështë pse? Më po i kem punë speciale. Kush të special? Po burr, po ta ngasësh mirë, hollësisht mohabet. Unë bëj më shumë punë se sa ti që ikën në punë. Se ti ikën në punë dhe vjen shtëpi i gjen gjitha gati. Kurse unë do të çohem, do sistemoj fëmijë, do bëj për të ngrenë, jo shtëpia, jo lavatriçja, jo burri, jo vetja ime. Edhe kur vjen puna, Po i mora dhe gjitha. Po ti s'ka në një të punajime që sa bëj unë. Po ti ke qenë ndonjëherë Alketa të marrësh të bëjmë? Po unë e di që bëndë. Qa bëjmë? Po ato qatë të lavatriçe, të gjitha robe, lajsh, flajke, të gjitha këtu bëndë. Po, këte e kam. Po dhe ti atje me inventje të Po punë. hajde bëj një xhiro një dhe pas e O, jeta. flasim fundartës. Dhe ti me një inventri, apo jo? Po të në një. Bëj një xhiro ndë nga unë, më shikoj një në angezin darkë dhe pas e Shiko. flasim darkë. Ulem edhe bëj një vlog në numër 6. Zoti, i ka ndarë, aq mirë. E di dhe këta. Njërës Amarit Po do pse më i prishi mbavi telefonin. Njërës Amarit do më prishi telefonin. Që kështu për gjithë ju, goca, shoqe, që më shkruani dhe numërin personal dhe nuk përgjigjem. Do të thotë që telefoni ka mbaruar. Po prit një avash të qënë telefonin, pastaj bëjmë një story që është telefoni të prishur dhe të na falni. Është e sigurt që nesër nuk vije telefoni, sepse u hapi gjithë kapaku mrapa. A do shqyqyr ma thevi Amarildo? Se ta kisha prishur vetëm, thoshte vete bërë, e di se do telefon të ri, po s'ke për të marrë. Ai ishte thyrë. E ishte e thyrë, ti ma theve, ma bëri hiku të copa krau, ati më Mua tanë. më ngelin dorë dhe ishte. Mirë, a e theve ti copën e fundit? Mua më ngelin dorë dhe. Njërës, Si që ne të thoshim njerëzve që ma prishi Amarildo. desha të thosha që floko, ma shëritur, jashtë ma të shumë. Vero burri? Ha? Ma shëritur? Po shirë, sa i preve dhe zmanën si ke pre. I Po priva? me pas qafë, si që presja unë, sa ati kalit, që i kalit baru. La, por nuk ofendohet gruaja në këtë farfeje. Të shkurë pra, shkurë Po qa, i previ flok të Alketa si prisja unë kalit. I preve kështu pra. Kasketo quhet ajo, është një prerje shumë e bukur floksh. Ke faskirë. Se ti më zore flok gjatë, po flok gjatë do, i smeto, djalo. S'kam kohën. Po gjithsesi me vajin me produktet e mia do rritet sërish. E ke parë sa bukur janë bërë Amarilisi? O njerëz, dua që të votoni te kjo vlog mas, poshtë në komente. Dua Kush e vetëm thevi telefon? Jo. Vetëm këto komentet këtu dua që të komentoni. Kush është më i bukur? Ma, a? Nga pamja estetike dhe nga karakteri. Domethënë, me aq sa na keni njohur, dua që të përgjigjeni Po, ti nga e di pamja shumë. filan fisteku. Prit tani se plasë Nga sherë, prit. Hë, Unë e kuptoj gruan që kur bëhen pyetje, se që ka në thërë. Se e dini që ju votoni të gjitha Alketën. nuk është e vërtet. Prandaj bëjmë pyetje nga. Nuk është e vërtet që të votojnë gjithë Alketën. Unë jam e bindur që shumica e bën kastilet voton ty, jo se je vërtet i bukur. Unë e dini shumë mirë, që ju e dini shumë mirë se ne kemi bërë një këtë lojë. E unë mora vetëm një pikë. No, Ne kemi bërë këtë pra. no, nuk është lojë kjo. Unë thjesht dua sinqeritetin tuaj o njerëz. Po s'ka nevojë mos bëni asnjë gjë ju fare, se secili ka bukurinë e vet. Jo, bëni. E shkruani në Që Amarildo ta shikojnë që ju e shkruani në suporton. koment rrinë ashtu si qeni. Mirë, pra jepi ti gajzve një detyrë. Se është shumë gjë e bukur kjo që kur ata ndjekin vlogmas, të kenë një detyrë. Detyrë. Një diçka për të komentuar poshtë këtij As vlogmas. detyrë, as për një. Secili është i drejtë dhe i lirë të shkojnë ç'të dojnë. S'kam nevojë të vesh detyrë, fare. Mirë, po Secili sikur të zgjedh atë shkruajnë ç'a ata bli Alketës iPhone-in më fundit.
Që po thotë? Mos shkoni gjëra të tilla. S'ka iPhone. Sepse Alketa e meriton me punën që ka bërë dhe deri tani do kishte bler 5 iPhone-a. Unë i thash babu Natales. Na bini një iPhone nëse na duhet. Ai s'na i solli. Ai tha më ka shpëtuar një drer tani dhe nuk më ecën karroca. Nga gjë ka perla ti. Se unë të marrë 1600 euro iPhone të keqen, paguaj 2 muaj qera dhe rri ngrohtë të rahat si pasha. Por unë prishë telefon. Ka të dërgojnë, dhe vetë ti të DJ unë pjesë. O burë, pero të rregullosh telefonin tim, është njësoj, si të paguash 4 ratët e iPhone. Shumë mirë. Kështu që s'ka punë mos u lidhni fare me iPhone-at se nuk kemi në atë. Ami, mund t'i se po bëjmë një vlog. Bëjmë copy page, po me ato. Da. Tani, unë jam e bindur që do ma blejnë këtë vit. Ky është viti im. Po. Në Marilis. Do ma blejnë. Kapi që këtë mizë. Po njërës që ka si është puna. Puna është që kur në këtë jetë, si quni këtu, nuk më ka vlerësuar për vlerat vërtet që meritoj, si femër, si nën, si vaj. Ja, dhe tjera. Kur? Të ngrishtin edhe në vetja shumë. Kurse unë gjithmonë. Imagjino që u fik telefonin nga videoja. Dhe telefoni, ore telefon, po t'ka prish këtë, t'kam prish unë. Në gjërë. Po gura, gjëma, polisi është një gjë. Në jetë. Duhet punë, nuk duhet lafe. Unë po punoj. Gjëma, në jetë duhet punë, nuk duhet lafe. Mirë. Njerë që ti ke bërë punën, lafet janë të zara lëkë. Të kushtohesh punës. Atyre, njerëz të dashur, unë duam një të di si përfundim njerëz, më ishte mbushur telefoni plot me skeda SIM, por gjithsesi është i smur telefoni im, është i prishur. Dhe amaritë të mblejnë iPhone. E meritoj, se unë burrash, jap fjalën e Alketës, unë kam për të bler vetë iPhone-in, mbani mend për nuk mora telefonin juve, video dhe kam për të vajta bler vetë. Po, a di pse nuk e bleti? Sepse duhet kontratë për gjithmonë njerëz, dhe Amarita nuk e ka këtë. Asyt nuk do t'i laj. Amarita nuk e ka kontratën për gjithmonë, edhe unë do shkoj ta marr vetë, me këto duar, me këtë tru, me këto sy, me këtë gojë, me këto firmos atje. Sepse iPhone-i mua më duhet për punën që bëj. Edhe mua më bli tablet. Ku? E di pse hapa kamerën prapë, se nuk e thënë fjallën tënde, qa pëtë më në shati. Po thosha njerëz, se kjo kendi këtu më pëlqen shumë, po thosha që unë iPhone-in do t'a blej vetë. Bashk me ju. Amarita do t'a marrë vesh vetëm kur unë t'hapa të shiritin këtë. Babi! Do t'a blej. iPhone-in më të fundi. Queria produttori të telefonine, posso dirti che hanno usato le manine Va di bene bambino. pure. La mamma casalinga, il padre nel Torino. Ja ku kemi ngelur vetëm unë dhe Lulusi ime. Amarilis dhe Amaril do kanë ikur të këndojnë Amarilis të shkolla Kantos Amarilisit. Shpresoj që Amarilisit më bëjnë ndonjë video, si tash më bëjnë ndonjë video. Arlusi ka shkuar mirë dhe tani me vaksinën, nuk I ka dhënë për krau, nuk ka pas temperaturë, për mashallah zotit, faleminderit o zot. E jemi tu, dy, se do t'japim mamin qik quni të but. Pa I but? Dojnë quni papi? Sì. Shpjot. Ej goca, mirë mëngjesi. Nga dita e premte. Unë kam veshur këto pantallonat e Italisë, se doja t'i provoja, më bënin dhe sa të gjata më rinë. Dhe normalisht, ne që unë jam shumë e gjatë, më rinë të gjata. Ironik jo. Tani sa po I kam zjerë Arlit një vez që do t'ja jap, edhe unë po provoja një dy rroba, që edhe t'i seleksionoj edhe t'i sistemoj dhe t'i e kuros një dy,
Po mirë atë, kam edhe disa blerje të fundit që unë nuk ja u kam treguar juve këtu, duke qenë se janë dhurata. Goca ju keni bërë dhurata. Unë jam në përpunime sipër. Do të bëj dhurata këtë vit edhe disa për personave që janë shtuar jetës time, që jam shumë falenderuese që janë bërë pjesë e jetës time, dhe jam në punime sipër. Tani siç u thash, unë jam duke i fto për vezën Ardit, se kam zgjerë një vezë. Edhe e japim. Si thoni juve, ju e keni bërë mëngjesin? Ne do ta bëjmë tani. Do t'ju tregoj veshjen që kam veshur sot. Kam përzgjedhur të vesh këto pantallona teritale që më pëlqejnë shumë me këtë bluzë që e ka këtu shiri të bardhë. Dhe më rrin të gjata. Këtu kam hequr një dy fustane se dua t'jeku rost, edhe në qoftë se i bëjnë mamit, t'ia dhuroj mamit. Dhe kam bërë pakës make-up. Vetëm buzët kam lyer. Kam bërë pakës make-up. Kam lyer vetëm buzët, kam edhe këto vësët që si kam vënë ndonjëherë dhe më pëlqejnë shumë. Janë çik të rëndë, çik, ndjen, domethënë që ke diçka të bënë vesh. Po, më pëlqejnë. Po pres që të vinë Amarildo dhe Amarilisi, pasi kam çuar atje është hekuri. Shikoni hekurin e rrobave sepse e vura për të kurosur çik këto pantallonat goca. Më rrin shumë mirë, më pëlqejnë jashtë mase shumë dhe kohët e fundit më pëlqejnë shumë që vesh pantallona teritale dhe pse dua që të shkoj diku që të më shkurtojnë, që të më rrin tamam o vlla. Se më rrin të gjitha, okay, mund t'i ngrej deri këtu, te kërthiza. Edhe më pëlqejnë se si rrin. Dukesh mirë, bukur. Ikim tash të mollisim në një gjë. Edhe ne po gatuajmë vezë, goca. Jam këtu që po gatuaj. Dhe po i skuqja Amarildos dy vezë, donte vezë goca. Por unë po mendoj të bëjmë ndonjë fasule për darkë. Se nesër është shtun diel, hajm fasulet, edhe e heqim këtë me rakun e gatimit, e rrim qik më shumë me familjen, edhe kështu shohas në i me në cërk këte që të zhytemi. Po, goca nuk e di për ju që nuk keni marrë produktet e mia, nuk e dini, por po ju bëj një pyetje juve që keni marrë produktet e mia. Kur keni puçra, a ju thajnë me një herë ditën tjetër edhe të tjetrën akoma pasi keni përdorur produktet e mia, sepse mua puçrat nuk më durojnë më shumë se 3 ditë. Thahen direkt edhe zhduken. Shikoni? Dhe këtu jam pa filtra, pas një gjë, pas make-up, thjesht me rutinën time dhe kam lyer vetëm buzët, kam bërë contouring dhe pak lip gloss dhe asnjë gjë më shumë. Dhe duket kaq cute. Okej. Do bëj edhe këto salçiçat këtu, që janë vockla. Do i bëj Amarilisit dhe këto kotoletat. Normalisht bashkë me Arlin. Edhe po, do bëjmë edhe çik dhall burrit se kështu jemi ne. Ikom tani të përgatisim dhe shifemi në vazhdim. Hej goca, ja ku jam këtu pas dreke, duke të vajtur ora diku tek 2. Amarildo erdhi, angri buk, edhe vajza gjithashtu. Tani në salon kam ngelur vetëm unë me Arlin. Unë jam kuzhinë, Arli është në salon, shikon kukla, Amarilisi është e dhoma vetë bën detyrat, pasi sot masditek do të shkojnë tek një ditëlindje, ka gjinastika, do shkojnë në gjinastika artistika, ka dhe një ditëlindje. Amarildo ka shkuar në punë, sot sapo kam nisur edhe pakun e Bestianës me autobus. Më vonë do t'ju marr edhe ku do bëjmë gati edhe një 2 pako. Unë tani do gatuaj, Arli ka ngrënë bukë, ka ngrënë kotoleta, ka ngrënë lullushtrydhe, ka ngrënë një kastravec. Mashallah. Shumë. Shumë. Ku i qove di mami ato? Ato që hengrën ku vajten? Tu. Situ. Që më maze. U bëcu një marë. Shikoni muskulin. Bëbur. Qoni tani do shikojnë kukla, sepse mami do të regojmë një gjë me mamin.
Pritet do të marr mami te krau. Do t'rregoj se çfarë do bëj me ju. Do t'rregoj pak ingredientët, edhe se si do ta bëj dhe më pas do hap një live dhe do ri pak me gocat e mia sepse më mungojnë. Edhe do ta bëj aty këtë recetën që do bëj tani. Çfarë do bëjmë sot Oniçi? Sot ne do gatuajmë si e bëj unë ragu, qima. Që që thojnë greke, do bëjmë makarona me kima. Atere. Si e bëj unë ragun nga shtëpia. Do më thënë, në dimër zakonisht e bëj vetë, se kam shumë dëshirë që ta kem të freskët aty dhe gati. Se sa ta blejmë, do më thënë, por zakonisht e blejmë. Atere, si fillim do të regojmë se kemi, të regojmë që ragazzi, kemi mishin e grirë, pastaj kemi, për se do të regojmë ragazzeve. Qa kemi tjetër të regojmë që? Qa është kjo? Kemi 2 qese me, ka? Me karot, të grirë në e ka marrë baba Marilda që më flodhet mami. Pastaj qa kemi? Kemi sedano, është shumë i mirë, lufton shumë smundje dhe kaq mjafton. Dhe tjetër qa kemi, mbajtë dorë? Tjetër qa kemi, mbajtë dorë? Tjetër kemi se në ranjë. Qep, shumë qep. Qepa është shumë e mirë në gatim njerëz, për organizmin dhe për syt kur e hani gjallë. Tjetër, qa kemi tjetër? Kemi ketchup. Qa është kjo? Tomate. Qa është kjo? Qa është kjo? Tomate. Qa është kjo këtu? Tomate. Njërë më tha ketchup, po të është domate. Kjo është salsa. Salsa. Salsa domate. Tomate. Dhe të gjitha këto do t'i gatuajmë me vaj ulliri. Okej? Dhe do t'i marrë me vete. Por do bëj live, mami, bëjnë. Që ishte ajo ketchup? Mandarin të qas. Do t'i një mandarin. Do t'ja përnome një mandalino. Do. 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 Dhe ta qëroj njërë. Ta qëroj njërë do, po jo, prit. Ta qëroj mami, që ka robote? Dali që. Ta qëroj mami që mandarin nushin. Do. Jo. Do. Jo. Do. Ik. No. Prit. Riti. Prese do shikoj që robotin që ka. Do shikojmë që robotin të dy që ka. Atere. Kemi edhe Chef Arling, këtu që s'më lë, do të rinë me mua. Okej? Do gatojmë të dy. Atere goca. Si fillim, unë marr vajin ullirit dhe shtije goxha këtu në fund. Pasi do vëm mishin. Do skuqet mishi mirë. Edhe mi vazhdojmë shtijim akoma vaj. Shumë vaj goca. Mam, pëti shumë vaj. Sepse do gatuajmë. Edhe goca. Marrim mishin e grirë. Edhe vendosim këtu. Dhe ndezim zjarrin. Marrim dru. Allora, ndezim këtu. Ndërkohë që mishi fillon edhe... Prit në nas, doj lajmë atë. Ndërkohë që mishi fillon të skuqet me vajin e ullirit, neve... Prit në nas. Prit. Dhe lash ti? Po mirë. Prisni dhe një. Na ka ardhur dhe diçka nga TikTok Shop. Laj mirë me të dyja dorat. Me të dyja dorat. Kështu. Laj. Më ka ardhur diçka nga TikTok Shop. Edhe do të ndaj me ju, se më duhet të bëjte një video. Guys. Laj të japi mami një letër që të pëshirin që të pëshish duar. Arli sa po lavi seda. Ashtu, bravo, kuzhinjeri mami. Finito. Okej.
Ta lëm përshin këtu, se na duhet prapë përshënduar. Prit që këti përveshim këto. Atëherë goca, unë tani do qëroj qepën. Unë do qëroj qepën. Shumica njerëzve sedanën në grinë, kurse unë nuk e gri, e bëj copat vogla, jo me kema mësesh me vaj. Shiko, se bëj me vaj? Shumica njerëzve e gri në rende, unë e pret copa, sepse nuk dua ta bëj në rende, se më shumë humbet në rende, se sa grijet, lera aty nëna. Qepa. Ti më ndimo? Ti më ndimo, jo të më bësh rëmuj. I heqim normalisht anat, se ja edhin poshtë janë kështu sikur është tharë. Okej, mbase do ta shpejtojmë qik këtë video se bëhet shumë e gjatë. Me domate. Salcë me domate, bravo. Okej, goca, unë po gri sedanin tani, se do ja edhim aty. Do t'i grim gjitha gjërat. Salcë me domate. Dhe do t'i edhim fund fare. Dhe një tepjur dhe do t'i edhim basa. Dy, dhe mbaj dorën aty, bravo. Sa bravo, moj, sa më ndimon këtë quni, mua nuk lodhem hiq. Hiq nuk lodhem. Bravo, mami. Okej. Këtë e grivëm ne. Po, mami, po se ko prit që tani, do bëjmë atë të dy. Tani, po se ko lëvëm që kapak neve këti. Kapak. Si, një kapak. Nuk të qëroj. Okej. No, nuk më pëlqen këtë kapatë. E si votën. Tani, do të shtynë mamin që kështu ty, ullu? Bravissimo, sot do marrë një tapat këtu. Do po të qënë. Po, sa të të rishkuata të ku isha. Ma qyve. Me një mami. Ashtu, qotëni. Ashtu, grivëm sedan. Seden. Tani, Me domate. do grim qepën. Qepen. Io dua testo. Prit me mamin. Orli, a e diti, tani sa qrovëm qepët të dy, kështu. Qrovëm 3 kokra qepë. Io dua testo. Jo, do t'i grim ne tani, po më gjotë qik mamin. Po vjen në nabuqa këtu, do t'vin t'i marrin gjitha ajo qa ke. Cosa? Robotin, gjitha gjërat, shumë. Pate. Ha? Hajde, shiko që ka të. Do vinë në nabuqa, do t'i marrin gjitha gjërat. Robotin, frigoriferi, robet e babit, robet e mamit. Jo. Po vjen ajo, qa t'i thoshti? Jo. Po vjen për qarë mua. Në qepat, vjen për qarë në qepat të? Nena, bëj qepat. Ore, Bëj qepat. në zbuqës, qa t'i thosh kur t'vin t'marrin gjërat e? Fatto tutti i compiti per Loda. Fatto tutti i compiti per martedì. Ami, postati. Ma posso fare con voi? Ja, Arli thjesht po rri këto me ne. Se vajztarin këtu, s'taj. Cosa fate? Po grim qepën. Po nëna Buqa po vjen tani. Nëna Buqa po vjen. Shëndet. Nëna Buqa po vjen tani ti marrin Arlit roboti, robet e babit, robet e mamit. Io, ma. Io dua Loda. Ajo më morin telefon dhe më tha, po vi? A është Arlin gjumë? Tash unë jo. Është zgjuar. Ajo tha, vere Arlin gjumë se do vit me robet e Ildit. Do ja japësh ti? Sì. Robet e Ildit. Robotin ta marrin ajo. Sì. Do japësh gjitha nene sot. Që ke bëri mirë. Sì. Perché prima cosa ho detto? Testo. Do japësh nenes gjitha. Bravo Arli, që ke bërë bono sot. Sa të vinë, se kërse të sherit. Ah, quello che stavo per dire. Alle vite. Hai detto. Jo, lejën kem, lejë, së rëzoj. Qunim ka ndimuar muami, Che hai fatto? Qunim më postovi qepat, ja të regovi gajzve, thash unë gajzve, Arli, të gajzve që është kjo? Ketchup, tha. Pasaj tha, pomodoro. Domate është, tha. No. Salt? Salt.
Ami, mos e bëj Me çullin domate. ashtu të rëzohet, mos e shpej. Me domate. Salcë me domate. Sa të gëj qepën edhe erdhëm njërë, sa? Atëre, Ami do bëjmë video në TikTok Shop, do bëjmë floka curele dhe Arli do t'i bëjmë floka curele. Jo. Pse? Se ho paura. Pse mos t'i bësh kaçorele ty? A të pëlqejnë kaçorele ty? Jo. Pse ç'a jeti? Non janë tull. Io gioco col pongo. Perché? O zoti më. Je çonde. Vuoi giocare con me? Sì. Aiutam po la mamma e poi. Qunim do bëhet kuzhinier. Do ta ndihmosh nusën ti mami ku pritesh. Sì. Do gatuash me gruan. Ende. Do bësh burr gentil. Sì. Do bësh Babi. jo si babi që vetëm vjen dhe do gati. Ti do bësh gentil, do i gatuash gruat, do ta ndihmosh, do t'i grish qepën. Ma poi cosa Poi pa babi Amril do këtë video në vravi. Sa qava më thonë qoni në shoti mamaj. Mamone. Mamona. Jo Chi mami. è mamona? Në gjë qik mamin. Të jesh gentil, të jesh bravo në këtë jetë të shpirti mamit, do të thotë që ti je bravo për veten tënde, jo për nusën. Që një nesër kur ti ke nusja, ti dit gatuash o mami, dit jesh i zoti vetes. Sì, mamma con te. Si come, chiami la mamma, kur ti ke nusja merr mamin në telefon. Io voglio. Ami çka ka roboti? Da devet. Ka stravet. Orli, ti e ka stravet të më. Sas. Me domate. Salc me domate. Na ka ngel dhe një gjysmë qepo, guys. Sas. Me domate. O i bukrim tjera. Ti do të mësojnë mami të jesh djalë shumë respektushëm, shumë gentleman, shumë bravo. Cos'è? Cos'è? Cosa? Questo. Dale të shikon qik qa bëhet te. Fa tanti pompelli. Edhe në qik shtu. Vediamo? Atu rritiamo, Flevis të rëzosh. Ok? Sa ta këtej mami të Wow. No, No. s'kemi mbaruar akoma dada. Ne dada dobbiamo cucinare. Do bëjmë salcën e makaronave. Dopo dove? Do vi nami do po çunje, do rinë me ty. Perché? Vengo. Qa ke? Qa ke? Non ti giuli. Po mirë, le të lozin dada dërsa të bësh ti. Qa ke ti? Do të presin të rejove. Le të lozin dada. Kjeri këtu me mami. Sì. Va bene Arli, non gioco più. Giulia. Aspettami, va bene? Aspetta. Oh, mamma. Mamma, Devi ascoltare. e da un po' dosso. Vola, Vola, ui. da, Arli, ti ricordi il sushi? Vai. Facciamo Ok, gota, tani po ju tregojmë që grivëm sedani ku edhe qepën dhe do ta hedhim këtu brenda që të zgjejmë gjitha bashk. Skuqen gjitha bashk, jo të zgjejmë. Dhe më pas do i shtojmë karrotat Toyota. që i kemi këtu. Edhe karrotat nuk na lodhin se na i ka marrë babu atë grira. Prima testo, passatemi il testo. Ma prima Do testo. ngordhin gjitha së bashku. Derisa të bëhen të s'ku kujdes fikën mama. Jo, lërë fikën se pritesh, bravo. Do t'ju tregoj edhe se si duket këtu, ë? Mami. E dashuria ime. Apre. Do t'apin mamin tani. Giundo. Da apim të dy? Okej, atëherë, më thon mami. Triqe këtu? Parte. Pejt. E hodhe? Bravo, u dhe të lavamani tani.
Okej, goca, i vëm pak krip. Le edhe shkrip tira. Le edhe shkrip. Si? Prit se do t'ja punë të dora. Edhim pak krip. Me lun. Edhe çuni. Mbushë dorën. Mbushë dorën kështu. Ma, posso fare anch'io? Okej. Grazie. Hajde shkunde dorën këtu kështu. Më jo, më zëlpi. Ami, basta se e bëm të helëm. Po si punë? E me karrota. Okej, guys, e kemi vendosur që të zjejnë, sa ta trazojmë çik, sa të ngordhen, do t'ju tregojmë, ndërkohë, pasi të kenë ngordhur të gjitha qepa, karrota, sedan, mishi, do t'i hedhim këtë salsën pastaj. Pastaj. Pastaj, guys, okej, shifemi pastaj. Si pasaj. Ha finito. Ja si duket tani, kemi hedhur krip, karrota, ta trazojmë për pak, sa të ngordhin edhe kështu. Goca diku këtu, them që ta mbyllim edhe vlogmas numër 5. Dhe t'ju tregoj se si çfarë pike kemi arritur me gjellën dhe jo vetëm. Shikoni si do ta mbyllim vlogmas numër 5. Ja edhe gjella është në këtë fazë, shumë pak edhe do ta fikim. Ndërkohë këtu, kush është? Migena. Migena na tregon çka ke gatuar. Edhe Migena, gjithashtu Sal, si motivohen shoqet me njëra tjetrën. Të na bëjnë mirë dhe duke patur në primo piano gjellat tona, shifemi në vlogmas numër 6. Paqim!